Sa do dëshiroja të kem pram vetes njerëz si Umeir ibn Sadi që të më ndihmojnë në çështjet e muslimanëve, Omer ibnul Hatabi. Në pjesën e parë ishim dëshmitar të një pamjeje të rrallë të ndritshme nga jeta e sahabit të njohur, Umeir ibn Sadit, në fëmijërinë e tij, e tani eja të shohim një pamje tjetër të ndritshme gjatë jetës së tij në moshën madhore. Edhe ju do të shihni se ngjarja e dytë nuk është as pak më e zbetë se sa e para. Banorët e Himsit ishin gjithmonë të pakënaqur me udhëheqësit e tyre dhe ankoheshin vazhdimisht për ta. Sa herë u vinte ndonjë vali i ri, përpiqeshin t'ia gjejnë ndonjë tmet apo dobësi dhe menjëherë kërkonin prej halifes së muslimanëve që ta ndërrojë atë me ndonjë tjetër. Omeri radiallahu anhu vendosi që të dërgojë atje një vali të cilit nuk do të mund t'i gjenin asnjë vërejtje a dobësi. Thiri pram vetes njerëzit më të afërt të tij dhe nuk gjeti në mesin e tyre më të mirë e më të përshtatshëm për këtë çështje se sa Umeir bin Sadin. Atë botë, Umeiri gjendej në luftë në krye të ushtrisë muslimane, diku në tokat e Shamit, duke çliruar kështjell pas kështjelle, qytet pas qyteti, dhe duke nënshtruar fiset edhe popujt e atjeshëm. Në çdo tokë të çliruar ndërtonte nga një xhami. Megjithatë, edhe përkundër kësaj, emiri i muslimanëve Omeri radiallahu anhu e thiri Umeirin nga vija e frontit, e caktoi vali mbi provincën e Himsit dhe e urdhëroi që të shkojë atje. Umeiri e pranoi këtë me përtesë dhe pa dëshirë, sepse nuk preferonte asgjë më tepër në këtë botë se sa xhihadin në rrugën e Allahut xheleshanuhu. Megjithatë, ju nënshtrua urdhrit të eprorit të vet. Kur arriti Umeiri në Hims, e thiri tër popullin në një namaz të përbashkët në xhami. Kur u krye namazi, pasi falenderoi Allahun xheleshanuhu dhe dërgoi salavate mbi pejgamberin alayhi selam, ju drejtua të pranishmëve me fjalët: O ju njerëz, Islami është një kështjellë e pamposhtur dhe derë e pathyeshme. Kështjella e Islamit është drejtësia dhe dera e tij është e vërteta. Nëse kjo kështjellë dridhet e lëkundet dhe thyen dyert e saj, atëherë shkatërrohet mburoja e kësaj feje. Mirëpo Islami do të jetë gjithmonë i pathyeshëm, përderisa sunduesi, udhëheqësi të jetë i ashpër dhe i paluatshëm. E ashpërsia e sunduesit nuk është as goditja me kamzhik e as mbytja me shpatë, por veprimi me drejtësi dhe fjalë të vërteta. Pas këtij fjalimi, Umeiri filloi menjëherë punën në realizimin e asaj që tha në hutben e tij të shkurtër. Umeir ibn Sadi, gjatë një viti të plotë sa qëndroi në Hims, asnjëherë nuk i shkroi halifes së muslimanëve dhe nuk dërgoi asnjë dirhem në arkën shtetërore Beitul Mal. Kjo e shtyu Omerin radiallahu anhu që të dyshoj pak në të, sepse konsideronte se përveç pejgamberit alayhi selam nuk ka njeri të pagabueshëm në këtë aspekt. Prandaj e urdhëroi këshilltarin e vet që t'i shkruaj letër Umeirit dhe t'i thotë: kur të arrijë kjo letër e emirit muslimanëve, lëshoje Himsin dhe eja në Medinë. Me vete merr edhe tër atë që ke mbledhur për arkën shtetërore. Umerit i arriti në dorë letra e Omerit radiallahu anhu, kënaqësia e Allahut qoftë mbi të dy. Kur e lexoi përmbajtjen e saj, menjëherë filloi të përgatitet për udhtim. Hodhi mbi supe shtambën e ujit, pak ushqim, një enë për të marrë abdes dhe u nis në këmbë për në Medinë, duke lënë pas vetes Himsin dhe banorët e tij. Gjatë udhimit të tij të gjatë e të mundimshëm për në Medinë, nga vapa e madhe përcëlluese që lodhur e sfilitur i tëri, trupi i qetopsuar dhe flokët i ishin rritur, saqë shenjat e mundimeve të rrugës e të udhtimit vëreheshin shumë lehtë tek ai. Kur hyri tek Omeri radiallahu anhu, ky u habit nga gjendja e tij e rëndë e i tha: "Çe mirë të ka gjetur o Umeir." "Asgjë o emir i muslimanëve, jam shëndosh e mirë dhe për këtë e falenderoj Allahun xheleshanuhu. Me vete kam tër dynjan dhe e sjell nga të dua." Ja ktheu Umeiri: "E çka ke nga dynjaja?" E pyeti prap Omeri radiallahu anhu, duke menduar se me vete ka sjell pasuri për arkën shtetërore. "Kam një strajc, në të cilën kam futur gjërat e nevojshme të udhtimit, një enë në të cilën ha bukë edhe një shtam me ujë për të pirë nga ajo edhe për të marrë abdes. Këto janë kënaqësia ime në këtë botë. Për gjërat të tjera nuk kam nevojë," tha Umeiri.
Erdhe në këmbë, e pyeti Omeri radiallahu anhu. O emiri muslimanëve, ja ktheu ai. Përse nuk erdhe prej himsit hipur në ndonjë kafsh? As nuk ma dhan, e as nuk ua kërkova. Ku është pasuria që ke sjell për arkën shtetërore? Pyeti Omeri radiallahu anhu. Nuk solla asgjë, ja ktheu prap ai. E përse? U habit Omeri radiallahu anhu. Sepse kur arrita në hims, tha ai, i mblodha njerëzit më të ndershëm e më besnike dhe u abesova mbledhjen e të mirave. Sa herë që tu bonin diçka, i këshilloja që ta ndajnë atë me drejtësi, aty ku ndihej nevoja më e madhe. Kur i dëgjoi Omeri radiallahu anhu të gjitha këto, i tha këshilltarit të vet, ri për të rija Omerit edhe një mandat të valiut mbi provincën e Himsit. Ruana o Zot, tha ai. Këtë nuk e pranoj dot kurrë, sepse dëshira ime e vetme është që t'i përkushtohem në qetësi jetës edhe ibadetit tim ndaj Allahut xheleshanuhu. Pas këtyre fjalëve, kërkoi leje që të shkojnë në fshatin e tij në periferit Medinës, pranë xhirit familjar, dhe ju lejua. Nuk kaloi shumë kohë prej shkuarjes së Omerit në fshat dhe Omeri radiallahu anhu deshi ta sprovojë edhe një herë shokun e tij, që të bindet në drejtësinë dhe saktësinë e fjalëve të tij. Shko si mysafir në shtëpinë e Omer ibn Sadit, i tha Omeri radiallahu anhu njërit prej të besuarve të tij të quajtur Harith. Nëse she shenja të begatisë dhe jetës së mirë, theu ashtu siç shkove, e nëse she mjerime dhe gjendje të vështirë, atëherë jepja këta 100 dinar. Harithi shkoi në fshatin e Omerit dhe pyeti bashkëfshatarët për shtëpinë e tij. Kur e takoi, i tha: "Paqja, shpëtimi dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ty." "Gjithashtu qoftë edhe mbi ty", ja ktheu Omeri dhe e pyeti Harithin se prej nga po vjen. "Nga Medina", ju përgjigj Harithi. "Cile besimtarët?" "Mirë." "Po si është emiri i muslimanëve?" "Shëndosh e mirë." "A ju përmbahet të rregullave të Islamit?" "Po si?" ja ktheu Harithi. "Madje para disa kohësh e ka rrahur të birin e tij për shkak të një mëkati që bëri, derisa vdiq nga goditjet." Atëherë Omeri tha: "O Allah, ndihmoi Omerit sepse e di që ai ka dashuri të madhe ndaj teje." Harithi qëndroi si mysafir në konakun e Omer ibn Sadit 3 net. E çdo natë për ushqim kishte vetëm bukë të thatë elbi. Në ditën e tretë një bashkëshatar i tha Harithit: "Dije se je duke ngushtuar Omerin edhe familjen e tij. A nuk e sheh se nuk kanë asgjë përveç kësaj buke të thatë elbi me të cilën po të nderojnë ty? Ata janë duke vuajtur e duruar urije, prandaj nëse ta merr mendja të largohesh nga ata, atëherë urdhëro e eja tek unë." Pas këtyre fjalëve, Harithi ndori nga xhepi 100 dinarët, edhe ja lëshoi në dorë Omerit. "Që janë këto tholla?" pyeti i habitur Omeri. "Ti ka dërguar emiri i muslimanëve", ja ktheu Harithi. Theja prap Omerit: "Përshëndetje nga ana ime dhe thuaj, Omeri nuk ka nevojë për to." "Merri, o Omer", i tha bashortja e tij me zë paksa si të lartë. "Nëse të nevojiten shpenzoj, e nëse jo, atëherë shpërndaja atyre që kanë nevojë, se të tillë ka shumë këtu." Kur i dëgjoi Harithi fjalët e saj, i hodhi të ollat para Omerit edhe u largua. Omeri i mori të ollat, por atë natë nuk vuri gjumë në sy, derisa i shpërndau të gjitha, te të varfrit, duke i veçuar posaçërisht fëmijët e dëshmorëve. Pasi u kthye Harithin në Medinë, Omeri radiallahu anhu e pyeti: "Çfarë pe o Harith?" "Gjendje të rënde të mjerueshme", ja ktheu ai. "A ja le të hollat?" "Po, emirul mu'minin." "E çfarë bëri me to?" pyeti prap Omeri radiallahu anhu. "Nuk di", ju përgjigj Harithi, "por nuk besoj se do ta ndal për vete asnjë derhem." Atëherë Omeri radiallahu anhu i shkroi Omerit dhe i tha: "Kur të arri kjo letër e imja, eja patjetër në Medinë." Omeri ja msyu Medinës edhe shkoi drejt tek Omeri radiallahu anhu, i cili e përshëndeti me mirëseardhje dhe i tha: "Ç'bëre me ato të holla, o Omer? Përse më pyet për to, pasi vetë mi dhurove?" ja ktheu Omeri. "Pikërisht për këtë të kam ftuar", i tha Omeri radiallahu anhu, "dhe dua të di se ç'bëre me to. I deponova për vete, që të kem debi prej tyre në atë ditë kur nuk do të vlejnë as pasuria e as fëmijët." Nga këto fjalë të prekshme, Omerit radiallahu anhu ju mbushën syt me lot
dhe tha: "Dëshmoj se je prej atyre që më tepër dëshirojnë t'u bëjnë mirë të tjerëve se sa vetes, edhe pse vetë kanë nevojë për ndihmë." Dhe urdhëroi që Umerit t'i jepet një sasi e konsiderueshme ushqimi dhe 2 palë rroba. Sa për ushqim, ne nuk kemi nevojë për të, o emiri i muslimanëve. Në shtëpi kam lënë 2 teneqe elb, e derisa ta ham atë, shpresoj se ndërkohë Allahu do t'na furnizojë. Kurse sa i përket të rrobave, ato do t'i marr për bashkëshorten time, sepse janë vjetëruar e grisur plotësisht petkat. Nuk kaloi shumë kohë prej këtij takimi të Omerit radiallahu anhu dhe shokut të tij, dhe Allahu xheleshanu e mori Umerin pranë fqinjësisë së tij të përjetshme dhe afër pejgamberit alayhi selam, për të cilin i digjej zemra dhe aq fort e kishte marrë malli ta shoh. Umeri kaloi në botën e amshueshme, ai ret, shpirt qete i pa brenga, duke mos e rënduar veten në asnjë barë të kësaj bote. Kaloi në ajret e me vete nuk mori asgjë, përveç dritës, udhëzimit, lirësisë dhe devotshmërisë së tij. Kur Omeri radiallahu anhu dëgjoi për vdekjen e tij, u prek thellë dhe i pikëlluar tha: "Sa do të dëshiroja që të kem pranë vetes njerëz si Umer ibn Sadi, që të ndihmojnë në çështjet e muslimanëve. Allahu xheleshanuhu qoftë i kënaqur me Umer ibn Sadin. Ishte shembull i rrallë në mesin e sahabëve dhe nxënës i shkëlqyeshëm në shkollën e Muhamedit alayhis salam."